nderuar shkëlqesi ambasador, përfaqësues trupi diplomatik, deputet, kryetari i bashkisë, të nderuar të përsekutuar që për ndjekur politik që një zotëri prej tyre këtu ka qenë edhe nga të ndjetuarit e këtij burgu. Së pari është një kënaqësi e veçantë që mblidhemi sot këtu bashkë me zonjën Luarasin e menduam mbas datës 21 maj ku ambasadori BE-s fati këtu takimin e tij të fundit dhe tha nuk vi më, ta sjellim edhe një herë të fundit përpara se ai largohet nga Shqipëria për të diskutuar për një agjendë parlamentare dhe për të diskutuar për disa elementë për të cilët ne kemi nevojë të flasim jo vetëm në ditë kujtimore, por kemi nevojë që të bëjmë një plan pune të komisionit, të bëjmë një plan pune të parlamentit dhe të bëjmë një undërrëfyes për atë që ne duhet të kryejmë në të ardhmen. Ka vende ku historia lexohet, ka vende ku historia tregohet, po ka vende ku historia ende dëgohet dhe Spaçi është një prej tyre. Në këto malje, në këto galeri, mes vërtetave të rënuara, mureve të ftohta, historia nuk ka heshtur. Ajo flet nëpërmjet kujtimeve të atyre që mbjetuan, nëpërmjet emrave të atyre që nuk u kthyen më në familjet e tyre, e prej një dekade, e prej shumë dekadash, ato presin akoma një gruzhdeu, ato presin akoma një varr ku mund vendosin lule, por ndonjëherë historia flet edhe nëpërmjet heshtjes sonë. Pakush mund ta mendonte se 3 dekada mbas rënies së komunizmit ne akoma duhet ishim duke folur për kthimin e dinjitetit njerëzor, për shpërblimin financiar, për gjendjen e eshtrave. Pakush mund ta mendonte që ne akoma sot do të diskutonim për të vendosur emra historive njerëzore që kanë dalë nga Spaçi. Jo vetëm Spaçi, po Burrelli, Qafshpati, Stavra, Lushnjë, Tepelena, Porto Palermo, shumë burgje të tjera kanë histori njerëzore. Unë nuk kisha për t'i ditur këto histori njerëzore nëse në familjen time gjyshi jemi përsekutuar në internin e Savës Lushnjës nuk do më kishte treguar. E shumë të rinj sot nuk i din këto histori njerëzore sepse shpeshherë harresa është më e fortë se kujtesa. Ne sot jemi mbledhur këtu jo për të bërë deklarata politike dhe jo për të diskutuar gjëra që shumë prej burgosëve, historianëve, instituteve qeveritare kanë diskutuar në vite, po për të parë se si mundet që t'japim zgjidhje atyre çështjeve që akoma nuk kanë zgjidhje. Për të parë se si mundet që t'i vendosin emra këtyre historive njerëzore. Në 21 maj të 1973 Spaçi pati një revoltë, ku shumë burgosë politik për 2 ditë morën këtë ndërtesë, e mbajtën këtë ndërtesë, e thrisnin rreth Shqipëria, rreth Europa. Po edhe atëherë, thirrjet ishin po me Europën. Ishin po të njëjtat që ishin në vitin 1990, e po sot janë të njëjtat edhe me ato që Shqipëria kërkon, Evropën. Kështu që kjo është dhe lidhja dhe arsyeja se pse mbas takimit fundit që ambasadori BE-s pati këtu dhe mbas kërkesës së tij që duhet patjetër të bëjmë diçka si parlament, si komision për këtë burg, po edhe për kujtesën e njerëzve, ne vendosëm që të bëjmë këtë takim këtu. Çfarë kërkojmë dhe çfarë duam ne të arrijmë, që ndoshta nuk është arritur deri më sot. Instituti i dosjeve të komunizmit, po njëkohësisht ICMB-ja dhe institutet tjera sigurisht që kanë marrë masa, kanë identifikuar problematikat, kanë në vite ngritur shqetësimin, po ne duhet të kalojmë përdej kësaj. Ne duhet të kalojmë pikërisht sot tek ajo që njerëzit familjarët kërkojnë, gjendja e eshtrave të atyre që sot nuk jetojnë më. Unë për herë të parë kam dëgjuar këtë histori nga Hamza Kazazi, djali i Jub Kazazit, i cili e ngriti këtë çështje në një nivel tjetër, përtej asaj që është ngritur deri pak vite më parë. Gjetjen e varreve masive, identifikimin e eshtrave, kërkesën në prokurori që këto eshtra të kenë emra dhe njëkohësisht vendosjen e dinjitetit dhe vendosjen e një vendi kujtimi të gjithë familjarëve. Natyrisht që Shqipëria e sotme nuk është Shqipëria e diktaturës, dhe ne sigurisht nuk jetojmë në të njëjtin realitet, por ne duhet patjetër që të kemi një databazë të identifikuar dhe të unifikuar të personave të zhdukur. Për mbledhjen sistematike të monstrave të ADN-s, për hetime arkeologjike, një korrigjore profesionale, për një fond posaçëm për kërkimet, për zhvarrimin dhe për identifikimet.
Spaçi duhet patjetër të ruhet dhe të shndrohet në një vend kombëtar kujtese, edukimi dhe respektimi. Por nuk mjafton që të restaurojë muret, nëse ne nuk gjejmë njerëzit. Nuk mjafton të vendosen pllaka për kujtimore nëse nuk japin përgjigje familjeve. Për këtë arsye, edhe si kryetare e Komisionit Drejtave të Njeriut dhe të Mediave, angazhohemi që kjo çështje mos mbetet një deklaratë për kujtimore, por në sesionet e ardhshëm të Parlamentit, Komisioni do të zhvillojë bigjesa duke nisur nga familjarët, me ICMP, autoritetet e dosjeve, prokurorin, institucionet përgjegjëse, për të ngritur një mekanizëm të qartë kombëtar me përgjegjësi të caktuara në afate, në financim, në raportim publik që 35-36 vite mbas rënies komunizmit në më në fund të rikthejnë atë që familjarët kërkojnë prej vitesh. Kjo është detyra jonë që duhet ta kryejmë jo vitin tjetër, duke nisur që sot, jo në një konferencë tjetër, duke nisur që sot, jo pasi të jenë larguar dëshmitarët e fundit. Janë 200 persona që kanë mbetur gjallë nga rënja e sistemit komunist që kanë vuajtur në burgje. Dhe për këtë arsye ne patjetër duhet gjejmë mekanizmin edhe për t'i dëmë shpërblyer këto 200 persona që kanë mbetur gjallë. Shumë breza kanë hikur, pak kanë mbetur. Këto 200 persona meritojnë shpërblimin financiar që qeveria, shteti ja ka bërë. Për këtë arsye kemi propozuar dhe një projekt ligj, zonja Bardeli ka qenë një shmëtarje e saj e këtij projektligji që të përpiqen që këtyre 200 personave që janë gjallë ne t'i sigurojmë jetesën dinjitoze. Prandaj unë shpresoj që këtë angazhim që ne marrim sot këtu, nga burgu famkeq i Spaçit, që asnjë viktimë të mbetet pa emër, asnjë familje pa përgjigje, asnjë krim i mbuluar nga heshtja dhe asnjë varr i humbur nga indiferenca, ta kthejmë në planin tonë të punës. Toka mund të ruaj përkohësisht vërtetën, por detyra jonë është që ta nxjerrim atë në dritë. Falenderoj ambasadorin e BE-s që na shtyu ne si komision, falenderoj gjithë institucionet që kanë punuar deri më sot. Unë shpresoj që mos kthehemi këtu në një vit tjetër pa i dhënë përgjigje pyetjeve që ne akoma nuk kemi marrë për 35 vite. Falenderoj. I'm at the end of my posting here in Albania, 3 years. I've been to Spac 4 years. 4 times with this friends. I don't think there is any other place in Albania where I've been so many times. The reasons for it is very simple. I was asked by those who suffered inhuman treatment in Spac and in many other places, as he used to them, to stand up for them and to help them find justice. I spoke to ministers of justice, I spoke to speakers of parliament, and after 3 years nothing has been done. Let me say that I am a bit tired to hear speeches. And frankly, before talking about this information, we should talk about restoring justice. Restoring justice means, first of all, give those people who suffered unjustly financial compensation. Last time I was here, I had a man in his 80s cry in front of me and say, my pension is 300 euros a month. And the prison guard that was here has a pension of 700 euros. How can that be? So first of all, financial compensation. There are people who are asked, when did you exactly enter Spac? And and how long did you stay here? Well, all this information obviously should be available in the files of this agreement. People should not have to prove how long they've been here for. People should just be given what is due to them. Secondly, justice also means that families should know what happened to the people who disappeared. Over 6,000 people are unaccounted for, and the European Union, together with the International Commission on Missing People, has been trying to gather data. But data is not enough. You need to act. This means that the police, the prosecution officers, they have to show the will to actually investigate. They have to allow the digging of mass graves in those places where presumably there are mass graves. They have to then ensure that forensics help families identify the lost ones so that they can finally
bury them in dignity. Because what we're talking about here is giving human beings dignity. And then, of course, there is also memory. And Spatch could be, indeed, a place of memory. Has to be. And what we did all the time I came here was also to bring young people to remind them of what happened here, to ensure that they are aware of the past history of Albania, to make sure that Albania will not see this kind of injustice anymore. And not just in Albania, all over the world and in Europe. So I think this would be an extremely important contribution to ensuring that Europeans remember their history and do not repeat the mistakes of the past. So I'll be very short. I just want to conclude by saying that we need facts. The words have been said enough. People here need justice. The authority on the security files was given the task of actively pursuing and investigating about missing people. The law has been adopted. What is missing is a simple decision by the Council of Ministers. What does it say? So, Yolita and Iris, I'm very grateful that you took up my plea to take the cause of political prisoners to your hearts and ensure that the Parliament, the Assembly, does its duty. The Assembly is the body that adopts the budget of the state. What does it take? To ensure that the budget has also enough money to investigate those who are missing, to provide a dignified rest of the life to those who suffered inhumanly in these wars. I'm soon leaving this country. I do hope that you will continue this fight and you will really ensure that justice is finally restored to these people. Thank you very much. Thank you, Silvio. Faleminderit, Silvio. Ju gjithmonë bashkë kemi ndarë fëmijët mendime, po unë duhet falenderoj se të pasur veprim të pak ambasadorë kanë pasur për të shëndyrat ashtu siç e mendon. Kështu që me kërkesat që listove, që në fakt ishin edhe tema të cilat ne duam të kemi përpara si komision, unë duhet të thoj vetëm një. Është statusi minatorit. Shumë nga ato që kanë mbetur gjallë nga Spaçi meritojnë dhe statusin e plot minatorit, meritojnë një dhe përfitimet e kujtdo që ka vuajtur dhe të punuar një punë shumë të vështirë dhe shpresoj që këto tema, të pesta që listove bashkë me statusin e minatorit, të jenë pjesë edhe diskutimeve sa më shpejt në parlament. Sot ne këtu kemi disa përfaqësues të disa institucioneve që unë dua të falenderoj përveç të nderuar dhe zotërinj ambasadorë që kanë ardhur për të disa të herë, ndoshta për të dëgjuar fjalime, po me shpresin që ne mund të çojmë përpara disa çështje. Dhe unë doja që përpara të falenderoja Komisionin e Kontratave të Personave të Zhdukur, doja që diskutoni njëkohësisht për sa i përket përpjekjeve për dokumentimin dhe zbardhjen e rasteve të pazgjidhura, identifikimin e ençrave dhe vendvarimeve të dyshuara në Spaç por edhe në vende të tjera, përgjegjësitë institucionale dhe rolin që ka prokuroria mbas kërkesës zyrtare që ka shkuar për një hetim të plotë, drejtsinë transnacionale dhe qasjen e arkivat historike, si të ruajtjen e Spaçit si një vend kujdese dhe edukimi demokratik. Ne sot kemi edhe zotin Çelo Hoxha këtu, kemi dhe Gjergjin, kemi dhe Enin në studiose, kemi dhe shumë të tjerë. Më vjen keq që sot ka dhe një seancë në parlament dhe shumë kolegë nuk kanë ardhur dot. Dua të kujtoj këtu edhe zotin Gjemarka që është sigurisht kryetari i parlamentit, por njëkohësisht edhe në studiues në këtë fushë, që shpresoj që shumë tema t'i çojmë bashkë përpara. Dhe duke thënë këtë, doja që t'hapja diskutimet edhe nga disa persona që unë përmenda për të sugjeruar konkretisht çfarë mund të bëjmë. Sugjerime që ne t'i çojmë përpara në parlament, në komisionin tonë, po edhe në komisione të tjera. Përveç ligjit që është propozuar, dokument që pret për të miratuar, hetimi të prokurorisë, po njëkohësisht dhe kërkesave të tjera financiare, të cilat në gjykimin tim janë shumë gjëra të thjeshta për të bërë. Unë nuk do të bëj politikë sot këtu, bëj politikë çdo ditë, ka mundësi hapësirë tjetër të bëj politikë,
Sot e konsideroj se çështja është dignitetit njerëzit, përtepër se politika. Kush ka dëshirë që të marrë fjalën është i mërzitur. Çela. Doja Fetore, doja Doratin, porque marrin nga të njësë shumë të mirë për të strukurit dhe ata që kanë lejtë gjallë të të gjithë politik. Unë do të dojtoshe zonës Dorat, që që kam patin e mirë të 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 parë. E kam ndjekë në zëmërin. Pa gjithmonë a mundu me folë të vërtetën, dhe ashtë tjetë e jona të të njërë politik. Ta që unë do të drejtojë që një të rëshnjë, jam një gjojë, kanë të në 10 milionë në varë, në të njërë. Në të tjetë vërshë të të jam të dhe të. A pa mirë, dhe më thonë, në marë tjere e pasëroj, e një tjere të njërë. Për nuk të jashtë. Të më thamë, e politik, që të individuar, pasën tonë i të 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 gjëndovar. Unë e kuptoj e realin, i plastetin të një familje marrë, dhe pa bira shumë e nëvojë shumë. Për dhe sakritis, nuk i shkoj, i jetët të në tia, i ka marrë një qitë për të vjetë. Pa të albini, që kam jetë një ndërvëshimë. I finanzave, në kotrat, në të jenë të partin, gjashtë një. Dhe më hamë që do t'jenë partë. Pa ka të një përpërshim, që në të një e ka përshim dhe të. Pa do më ete për një më dhe, janë të dhe gjithë. Dhe tjetër ashtë që të dhe. Dhe që për një ashtë, dhe shumë pak kanë dhe të një. Unë përshim dhe statistik i di, dhe unë në më vjetëri, i përgjësë të jam gjallë, i kam vëtë një të tonë. Ato, i dhe, a bërëson, ata në rëgjë. Unë e mojë vete dhe ka marë shpetë. Dhe të otin ka më shakor, i të aherë në Afrikë. Dhe në dyrë dhe në Afrikë, si shqiptarë. Për respekt, në Afrikë dhe rashtë njështë, në tito. Ato, që për të tito, jena shumë milion të njërë politikë. Peshti. Shumë për kena me gjallë. Ne ka e tu me dhjitet e student për tjetuat a vitet i kam lesë. Unë jam i dresuj dhe jam përmerut. Edhe më në vendit me të kurata edhe jashtë vendit, në uqri. Nuk ka problemi tonë. Në që jam drejtu shërkat, ka nërë të shërkat. E që tu, zoe jurita, që sa në dhjizje, dhe të të minatori. Pra këto, sa të vagona e gjenë dhe të rrugë një që. 400 tonë vapër, janë dhe drejtu. 4 tonë parë. Pra që në dhe të tjete, e dhe të përgjim të rrugë. Që një për qëtë, një përndërëj për të mërtik, për të një që të një morë. Të pasën, do me një për problem në përgjim. Shumë përgjim nërë që jam të një rrugëm të matë. Nderuar ambasador, unë drejtori i Institutit për Studimin e Krizën e Atmosferës Komunizmit në Shqipëri. Ne po flasim në emër të institucioneve, ndërsa më tepër do të institucionet janë instrumente pune, të cilët karnasët do të raportojnë për planet që kanë, me metodologinë që kanë përdorur dhe ekzekutimin e planeve të tyre dhe për rezultatin e punës që është bërë. Kështu që do të jemi më konkret. Pak ka qenë burg. Nuk do të nisemi nga emërtimi që ka bërë regjimi komunist. Personat që kanë qenë këtu, kanë qenë persona të dënuar me heqje lirie. Statusi juridik i tyre ishte të burgosur. S'ka rëndësi se ata ku ruajtën, ata lirinë, si të thuash, vuajtjen e heqjes lirisë e kanë vuajtur këtu. Këtu janë vendosur për shkak të punës. Tani, puna që është bërë në minierë,
ka qenë një krim i përditshëm. Spaçi ka qenë sken krimi dhe vazhdon të mbetet sken krimi e përditshëm. Puna, Shqipëria në 1957 ka firmosur marrëveshjen e OKB-s për ndalimin e punës të ndaluar, punës të detyruar. Dhe në Spaç është bërë punë e detyruar. Personat që kanë qenë në Spaç, për shkak se ishin të dënuar me heqje lirie, nuk kanë punuar me vullnetin e tyre. Dhe për ditë deri në 90-ën kur është mbyllur burgu, këtu është kryer krim. Ka persona në fund në burgu, në vitet e fundit që mund të jenë gjallë, që janë përgjegjës për krimin, se ata të hershëm ndoshta edhe kanë janë larguar nga jeta. Tani, kjo është një pikë tjetër për shkakun që është, si thua, paradoks është në shifrën 6.000 veta të vrarë që ekziston, që qarkullon në publik. Janë 2.000 e ca persona janë vrarë gjatë luftës civile 43-44. Tani, në luftën civile janë vrarë diku të rreth 5.000 persona nga 2 palët. Gjysma e tyre janë me status dëshmori, gjysma e tyre s'kan status fare. Pra janë viktima në të njëjtin, si thua, janë vrarë në të njëjtat kushte politike, ku diun me radhë. Pra duhet filloj që në origjina. Kur instituti jo ka hetuar krimet, ka bërë një botim në lidhje me krimet e luftës, edhe është linquar nga antarë të parlamentit, është ndryshuar ligji i institutit që ne mos të merrem me hetimet e luftës. Pra edhe institucionet kanë bërë punë dezinformuese, linquese ndaj institucioneve të tjera që ashtu, edhe ne i kemi kërkuar prapë kuvendit ta ndryshoj ligjin e kemi argumentuar shkencërisht. Pra, institucionet, kur vjen fjala për të folur për histori, duhet të dëgjohen institucionet të specializuara. Tani, në lidhje me shifrën 6.000, këto persona janë të identifikuar në fjalorin enciklopedik të viktimave të terrorit komunist që ka botuar instituti me 12 vëllime. Janë aty me emër, atësi, mbi emër, vendin e ngjarjes, vendimin, vendin e vrasjes ose të ekzekutimit si është. Këta mund të janë shumica, nuk të përse janë 100%, por janë mbi 90%. Pra, kush merret me kërkimin e shtrave të personave duhet të hyjnë në studime të hollësishme të fjalorit, se ne nuk merremi dot me të gjitha gjërat, dhe të identifikojë këta persona dhe pastaj të hyjnë në faza të tjera të planit. Pra, duhet jemi konkret, jo se s'është bërë gjë. Është e vështirë të gjesh në terren, në terren personat që kanë kaluar të jetë, s'ka gjurmë, dokumenta që diun me radhë. Por është bërë punë dhe instituti është gati të bashkëpunojë. Për të vënë dispozicion, për shembull, ata të vrarët e luftës që janë 2.000 sa veta i kemi të listuar edhe veshmas, që vetëm me një klik në email edhe mund t'i vëmë dispozicion. Që ashtu edhe për të tjerët pastaj me forma të tjera. Pra, pak a shumë, ajo që unë do të thoshja është që institucionet duhet të punojnë me një plan të caktuar dhe jo të ngelemi të aktivitetet që bëjmë, që flasim ashtu edhe e përsëritim vitin tjetër, të jemi më komplet në gjërat. Instituti, prajsa ka mundësi, edhe diçka tjetër, instituti ka dërguar kuvendit 4 raporte me rekomandime. Ua përmendate si vjetë që raportuan për rezolutën në komisionin e rezolutës, që siç na kërkojnë ne për përgjigje për si respektojmë rekomandimet e kuvendit, të kthej një lloj feedbacku për rekomandimet që japim ne, plus që mund të japim edhe të tjera. Dhe kemi dhënë rekomandime edhe në lidhje me këto që do të diskutojmë. Faleminderit. Keni? Po, edhe pastaj zotëria. Dala të mos spekurizim. Mos spekurizim. Mirë dita. Emri im është Enriketa Fata, jam profesore historisë bashkëkohore në Universitetin e Tiranës dhe faleminderit fare zyrtarin e kryesues të Komisionit për Drejtat e Njeriut për ftesën për të marrë pjesë. Nderuar zonja, zotërin, profesit e diplomacisë, zotë Gonzato, shof
ishtë përjeku për qoftë edhe një student apo një student të mirë në këtë event. Çështja që jeni mbledhur është vërtet sensitive dhe i përket Komisionit të Drejtave të Njeriut, sepse siç u tha nga paraforcët ka bëjë pikërisht me dignitetin e lejuar, dignitetin e shkelur, dignitetin e rëndësishëm e marrë personave qoftë që nuk janë në jetë edhe atyre që janë në jetë si shumë. Unë nuk do ndalem tek aspekti i institucioneve, pasi nuk jam këtu si profesues në Universitetin e Tiranës, në gjithë janë profesorë aty, por do ndalem në aspektin e asaj që u tha, në vëndlatën, di memorin, di kujtesën e diktaturës, do të janë në spatit, diktaturës komuniste në Shqipëri, kaluar e sërdinshme komuniste në Shqipëri, dhe nuk e vetëm spatit, që i përket kësaj diktaturë. Unë nuk e di që ose zotërinjtë ambasadorë apo zonët kanë shkuar në Qafbari, është rënuar në këtë spaqe. Është një godin nga disa godina. Nuk e din që ose kemi shkuar në Dedel, Kavaje, se shumë afër Tiranës, ndoshta s'kem edhe për plazh, por është një vend internimi, sabra, ndushme. Janë ende baraka prej balte, qerpiçi, drasa. Ka njerëz që ende banojnë aty, ishtë të ngjorë. Janë shumë 19 kampe, burgje apo reparte riedukimi, si quhen në Shqipëri. Ju do të ambasadorës keni fal 3 vjet, ku ju ndoshta jeni ndodhur, ne kemi 36 vjet e Kosovë, zotërinë zonjat e përndjekur kanë 36 vjet që presin drejtësi. Drejtësi tranzitore ka të bëjë me kthimin e dignitetit njerëzor, ka të bëjë me paqëtimin social. Në Shqipëri, paqëtimi social, agresiviteti, sulmi, dhuna, ajo që tha polarizimi, problemi forma të diskriminimit, vazhdon sepse ne nuk kemi marrë seriozisht në të kaluarën, në ato që quhet gjellën e pas. Parafalqimin e kaluar komuniste për shumë arsye. Nuk jam këtu, i kam shkruar, i kam studiuar, ndër faktorët ai ping-pongu kam shkruar për më, por është momenti që të merremi seriozisht në aspektin e gjërës konkrete dhe akteve që u tha. Në parlament, në dijenin time, jam një pjesë, jam marrë pak në ilustracione në një gratë që është në parlamentin shqiptar i depozituar në ilustracione, ja dy faktikisht, po prapë në një forcë politike, opozitarë se Partia Demokratike në dy versione, njëri më gjerë, njëri më pak i shkurtuar më koncis. Mbi spaqen, kemi në parlament dhe zonja Dorata Çuti, deputete e Partisë Demokratike, të dorëzuar një draft ligj për muzealizimin e spaqit. Kemi prapë në parlament në sekretar në të Komisionit të Drejtave të Njerëzit, nuk e di, ndoshta kancelaria e parlamentit mund të orientojë zonja, ka drafte për muzealizimin e kampit të Tepelenës. Ka drafte në parlament mbi të marrë seriozisht me të kaluarën dhe dënimin e krimeve të komunizmit. Ne kemi një datën 20 shkurt që fatkeqësisht nuk e di njëri që është 20 shkurti, dita e krimeve, pavarësisht se zotërinë ndoshta kolegu nuk janë dakord, po e di nga diskutimet që janë marrë pjesë, që nuk janë dakord 20 shkurti sepse është rëndimi shtator se Hoxhës, por është një datë e cila harohet nga Bashkia e Tiranës, harohet nga organet qeveritare, nga gjithçka për përvjetor dhindje e Shqipërisë. Kemi një datë 27 gusht që autoriteti dosjeve e përkujton për vit, bën evente, por në aspektin zyrtar asgjë. Kam zotin kryetar të Bashkisë Mirgjitës. Ka një plan për muzealizimin e spaqit, për të ngritur një muze në Rex, 7 km, 6 km larg spaqit, dhe gjithë turistët, gjithë vizitorët ndalen aty, po s'kan mund të vinë këtu në këtë rrugë të smershme. Pra, janë disa momente që do duhet të kemi një lloj reflektimi, gjëra konkrete që janë për të realizuar. Pastaj, në aspektin e studimit, janë instruksionet, janë historianët, janë të gjithë studiuesit që merren. Sa i përket memorjes, nuk ka të bëjë vetëm me memory escape, nuk ka të bëjë vetëm me këta vedinat, por ka të bëjë me edukimin qytetar në gjitha. Unë e di që në parlament ka një civic education, nuk do bëjë departamenta, nuk e di si quhen. Është mirë merren me edukimin sepse shumë të rinj se kanë idenë, madje edhe në forma të sarkastike dhe bëjnë edhe shakara. Hajde mos të duket kam dhënë njerëz që jetë vazhdon. Nuk është shumë. Momentin që ne rrisim njerëz me ironi, njerëz që se kanë idenë se çfarë është, sepse në shkolla është e pamundur, në kurrikulum shkollore të mësohet gjithçka. Ne në Universitetin i Goxha aktiv, Departamenti i Historisë, po nuk mjaftohet ta. Duhet një bashkëpunim
midis vetë institucioneve shqiptare, ndoshta në suport, po në gjitha mbi vetë institucionet shqiptare për të kuptuar ndërgjegjësimin e asaj që ka ndodhur për të njohur komunizmin. Dhe komunizmi nuk është vetëm spaci, nuk është vetëm çabare, nuk janë vetëm burgje. Komunizmi është përditshmëria e njerëzve, e cila mungon dhe gjithë legësi, gjithë të trashëgimitë të komunizmit, gjithë ai njeriu i ri i kultuar në komunizëm ne kemi përditshmërinë tonë edhe në këto polarizime të forta. Prandaj në momentin ndoshta ne që jemi në aspektin e një organizimi nga institucioni parlamentit, të shikoni çfarë kemi në parlament si drafe, të merrni më të mirën e mundshme në eksperjenca dhe jashtë të qoftë në missing persons, në ICMP, qoftë në raste të tjera në të gjithë lindjen europiane, ka raste fantastike kur vjen puna të ballafaqimit me kaluar rasti çek, rasti gjerman të gjitha, por duhet një koordinim për të cilët do të një vullnet i munguar që të bëhet aktiv. Nuk e di sa do jeni në gjendje për ta rikthyer këtë vullnet, për ta patur këtë vullnet të gjitha, për të koordinuar, pasi njerëzit janë gjallë, ekspertët janë aktiv, çfarë duhet vullneti politik në të gjitha. Të lëmë dasit politike në aspektin kur vjen te konfrontimi i përditshëm politik, te gjua përditshme agresive do thoja për faktin, që është trashëgimi i këtij komunizmi. Paqëtohemi pak, paqëtimi vjen duke kuptuar dhe mësuar veten të gjitha, i rëndësinë që ka ballafaqimi me të kaluarën për të rinë, të cilët do të jenë të ndërgjegjshëm nga vini. Çfarë ka ndodhur në këtë vend? Jo për famës përsëri, por për çelësit e parë dinjitorë të këtij vendi. Faleminderit. Zotria. Dhe më pas Gjergj. Zonja Zotëri, mamën ty kur je fëmijë i vogël, nuk dalin dot lozi me shok, që na thoshin, janë vite kur lisheve të Amerikës të Evropës, do me thënë të kandit perëndimor. Dhe presin që do lëvisen diçka pas 92-shit. Mirë po, ne e ndjejmë veten shumë të fyer, sepse këta burra që janë në rarë këtu, ju i thoni revolt, po për mua është kryengritje, se ata patën guximin në një diktaturë të egër, të heqin simbolet e kampit komunist, në flamurin shqiptar, dhe ta lërin flamurin shqiptar, ashtu si që keshim në shekull. Tashti, van 35 vjetë kërkoj meshtra. Po si ka mundësi, akoma po bëhet propagande, po na mani me shpres që dhe rrisë shqiptare, që na s'keshin mundësi këta njërës që t'i bëjnë këto punë, po i lënë të ashti që kanë dekur, jo vetëm në burgosur politik, që kanë lënë këtu, po desën dhe ne të rëzgjimtar të tyre. Kjo për mua është Italje, ne vjehemi shumë të praktisur, në Evropa dhe në Amerika, se të gjithë njërësit janë varar, kanë bërë burgje, kanë qenë pro kampit perëndimor dhe kundër lindjes. Dhe këta që hoqë bën këtë vepër, këta zyrtarisht i qua kanë viktima, po si ka mundësi zonja Zotëri, ata që janë shpallu 28.000 dëshmorë, i dimit, kanë vdekur duke kullotur dit, kanë vdekur duke mytur në lumë, dhe Partia Komuniste i bëri dishmor dhe kanë dhe sot privilegjet dhe bite jatë e tyre janë në përdyrat shtetit. Po si ka mundësi që persona që u kanë në plumin e fundit njërzeta, janë policë dhe social, janë avokatër, janë kundë shtetit, dhe shtetin nuk e ditë ka ku i ka varosur. Më fali, po hera dhe një karë që u bërë armik, e di ku e kesh varri. Kurse për këta që quhet zyrtarisht viktima, është një turp, është një ofenzë madhe, dhe për ata, edhe për drejtë rekimtar të tyre. Ata janë heroj të antikomunizmit. Nuk e di pse, nuk e di ato di dënoj në njëherë historia këtë qeveri shqiptare. Dhe vazhdon dhe sot e kësaj vite, po bëhet propagandë, po marrë neve me shpres, kur njërëzit që i kanë nërë, ka në plumin e fundit janë gjallë. Nuk e di ato do t'i dënoj në njëherë historia këta deputet
që përfaqësoj populli, që quajtën herojt e antikomunizmit i bëri viktima, se përsërita. Kurse ata që u vranë, apo dinë atje nga morrat, janë dëshmorë. Dhe fëmijët e tyre sot janë në gjitha punët e shtetit shqiptar, që na në 92 deri sot. Nuk e di, do në mani akoma në shpes të vdesën e u, ne të gjithë të regjimtarët e tyre, edhe pas taj do gjenë neshtra. Turpi botës. Inshallah, i shë zot i sipër. Këto vepër që kanë bërë qeverim, po ashtë përblejnë në fëmijët e tyre. Se vetëm Zoti na ka metur, Allahu ne jemi besimtar. S'na ka metur më gjë tjetër tashti. Kaq kesh. Faleminderit. Është pak e vështirë që ta rinisim diskutimin mbas kësaj fjale, po unë do të jap Gjergjit për ta mbyllur, nuk besoj që keni komente të tjera. Përshëndetje të gjithëve, të dashur deputet, me anëtare, me anëtare Zoti Gjoni, me ndërruar Vitari Bashkis, me ndërruar ju Zoti Ambasador. Ne kemi arru shpesh të në këtë vend, në vendin e vujtës së dënimit kampin e Spaqit. Unë jam Gjergj Marku, jam përfaqësuesi i AIDSSH-s, bashkë me Altinë Dimitrov, jo të vogël, personave që jemi këtu sot. Për të disa të herë, natyrisht problematika e sotshme merr seriozitet veçantë, se shumë herë kemi ardhur, kemi debatuar, kemi diskutuar dhe përfundimin e kemi pas pa rezultat. Shpresojmë që se sot kemi edhe 3 deputet. Do të iniciativat që mund të shkojnë sot, mund t'i shkojmë deri në fund, pa që në këtë pjesa që jemi këtu shpresoj, se edhe Zoti Gonzalo ka disa herë këtu dhe vite herë në fundit që ndojmë mbrapa edhe një rreti me imangi që ishte që tërgonte vetë ekzekutimet e këtyne i burgosëve dhe dënimit e tyre të pafajshme. Një njësër shku do të desha të them se këtu nga të ishë burgosët të Spaqit janë prodhuar 4.3 milion tonë, jo 4.400 që ka Zoti Zenet, për 4.3 milion tonë bakër dhe peri. Dhe kjo është një punë e papaguar, se ne si shtet rezervohemi të paguajmë ta njerëz, 200 veta, 300, 500, të cilët të marrin pension dinjitos për kohën e mbetur, por në këtë si japim dot. Pa gjithë që shqiptar ka hangër mbi kurrizin e këtyre burgosëve, dhe ne nuk është problem, atë një pension minimal 500 euro, po them, jo më tepër se kaq. Natyrisht ne si institucion kena mundu me bërë, po ne kemi të bëmë derisa në ligji, jo më prej asaj. Këtu vjen edhe këtu në këtë kamp ka disa persona të cilët në gjithë se kanë dhënë dënimin, ligji asaj kohë e kishte që kufohet mos merret. Për papavi vdekur, dënimin e plot. Kjo natyrisht nuk është e pranueshme të diskutohet sot, se ai ishte dënuar dhe i vdekur. Ai kishte marrë punë në këtë janë, derisa kishte vdekur. Por familjarët nuk i dënin të merrin kufomat e të afërme të tyre. Ne kemi këtu përballë të këtij projekt mos i dalim aty të kodra, një vend i cili ka qenë vend arrim për këta persona që dishin këtu në burgun e Spaqit. Ja për cilin ne kemi hulumtuar, por nuk kemi shkuar për të zbuluar se ku janë kufomat. A zotinja që foli është nga Gjirokastra dhe nuk ka faj. Ai për më në 30 vjetë ka 3 persona përshkatuar. E kam me opal, me gjyshin dhe vllaj. Dhe vllai a përshkatuar në vitin 1979 të rrugën Kaqenare, të cilët Vitali Bashkis që ashtu kemi listuar dhe kena vendosur tabele. Dhe nuk ka faq që edhe durimi ka një mas, deri ku shkon. Sa 3 asist të zgjedhur. Faktikisht dhe personat që kanë marrë pjesë në ekzekutim janë çikokroka të mine nga milita e ngjallë dhe të njëjtë i thonë atij se këtu e pranë. Bile dhe udhëheqja të mëdhej në pushtet deri sekretar përgjithshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të kanë emra, kupton. Po këta nuk i thonë atij se vllajin, ta vrau dhe ja ku avate.
Po përpunë zi I largohen këtij debati, thjesht debat po themi shpirtëror, dhe që sa nuk ngjallet më. Që nga kohë që ashtu shkatohet. Si këto raste, ne si institucion, autoritetet është munduar dhe kena bërë 11 raste të cilat kemi shkuar deri në fund. Mash mundësi që në rejon ligjin e. Ne dim që këtu është bërë një marrëveshje me ICMP, nga Parlamenti I Shqipërisë, që për cilën ajo ka ngellur nga sepse nuk është po PKM-ja, janë disa elementë që nuk shojnë drejt gërmimin, domethënë drejt gjetjes. Se po të gërmuar domethënë nuk gjeni. Pra ne mbetemi akoma në pritje. Tu fillu që nga Shirëkuri që janë në fund gramos, e duke shku të varëve dhe majtë në shkollë, të varë që janë këtu në Mirdit, të Shpali që ne dhe da vinë dhe pranishme, të kim pas 4 heroj, Balzefi, Skënder Daja, Heri Bashaj, Debi Zhbejko, se për këte mori emër dhe kyta, për të cilët më datën 21 maj 1973 ata u përshkatuan, të cilët sot është lidhje familjare të tyre nuk ka një vatë, vendosin një lula, vendosin një qilje, apo të shkojnë bë një humash. Për fatin tonë keq që ne gjendim në këtë situatë. 36 vjetë, hikën to, e 30 e sa vjetë më përpara, dhe më thënë 60 vjetë, ata me jetën prapa komët pa gjetër. Pra kjo, ne du më themi një defekt I madhe I shoqërisë tonë. Palema I qeverive që në kaluar njëra pas tjetërës. Palema ma më shku në deke një vlerësimi një të shkaturi që ne kemi të barabartë me Petersburg, ku në asimin të botës, të pakën në botës përndimore, nuk ka këtë barazi. Të pakën kër I fale 10 apo 100 vjetë, a I shkon dhe 25 vjetë. Po ne edhe I varë litar, a I prapë I barabartë me Petersburg. Pra, tuke ne ka handikapet në mdhaja. Personat që ne kemi shumë kambi të rrimi që është e Belena. është nderin të ujë, si parlament që të pakin tyne, si Spaci, si të Belena, të pakin të tjenë, a kënë trati një muzeu kombëtar, se në kompani në historit madhe. Ati faktet që kanë familjare, visit një vetë ata. Ne si institucion kemi shumë dokumenta, kemi 16.000 satosje, të cilët ju vjenë në zburgjan, që ata t'i shohin të gjallët që kanë betur një për të besër, pra këtë të ngjelet. Një vlerë që nuk shkora është kjo që ne themi për herë që pjesa komunizme dhe pjesë e palistuar në historinë e Shqipërisë. Edhe me të zero, e zez, edhe e bardhë për tjetë, por a e du shkërët në fjallë për të. Pra për që nga 24 deri 91 ishte. Për kësë ishte vëpër. Pra të më thënë, dhe një punë në mbërnshme, në thënë e vetë parlament që të rrjedhë nga mërëna që të bajmë në zëti, si ka qenë jetë, si ka qenë po të shkruhet. Ishte të shkruhet, ne a kemi egzistuar, as kemi egzistuar, se mund të akon se kemi në periudhë. Pra, kjo, pra ka heshtje. Jo po curricula, jo po nuk e bëjmë ne, jo po bëjnë ata. Ne si institucion merrem me disa dokumenta që bëjmë për spaqin, për gjitha dokamet e internimit. E të kush që ka pas 11 fshatra në Lushnjë, që ka qenë vetë të zërruve, asnjë nuk e di. E di që ka pas një kam grash në të burgut në Kosovë të Lushnjë, kush nuk e di. Po kush ja thotë, ne do ja themi pra. Ne në zakonisht nuk ja themi. Në faqe, ne këtu kemi munduar për edhe që kërë pas mos këtë bëjmë. Ne këtu do të dimë se ka qenë vit 2200 një burgosë në Spaç. Të cilët në të institucionin kena për një faqe, Spaçi Pikar. Nderi sot të kemi hedhur në 500 personat e tillë këtu, të cilët aty kanë emrin mbi emrin sa vitë ndënuar, kur e ndënuar. Kemi danglim në këtu për shembull që dënuar 175 vjet. Kush e di? Që një individ ka hindu 24 dhe ka të 90 nga burgu. A dënuar një vjet në 25-ën, më ne duk 3 herë nga 25. Kush e di këtë? Ma thotë. Sa mi në glia ka emrin këtë, por kush nuk e di? Pra, kemi një defekt, më që defekt më madh, sepse ne këta individ, këta grupë të njerëzish, I kemi lanë ka një mjesë të theksuar përsinë. Që nuk bëjmë fjallën atë që ti dori këpare klasës edhe së më refrilatorimi. Ti ke pëte komi, së të ka jetë më feshtra. Pra, asë nuk të varrosën, asë nuk shkojnë dhere aty sa shkojnë dhe ke Gropa, po të mjë, të se prekim të, sepse së të jo liqi. Se po në hynje me gërëmur të thotë që ti bënë dhe për penale. Po, kur ta heqim këtë dhe për penale që më së të bëjmë? A du të heqit dush. Pra, ju të parlamentit vinë ata që du të heqti këtë epër. Që më sjetë të jetë një mundësi që zotë një të kërmojnë, në bashkëpunim me pushtetet vendore të krahinat respektive, dhe të kapim një rezultat. Në që se e kapim, në më thëmë që mirë thotë e polla të presim prapë dhe 35 të tjera. Se ku bëjmë 35 tjera, një pjesë të nështë nuk janë më këtu.
kanë shkuar në të botën e përtejme. Pra, do të ideja që shpresojmë që ne të marrim, jo ne, po të gjithë ne që unë pika kjo stres, po të gjithë ne të marrim një rezultat, nëse më ta marrim. Me këmbulën tuaj në më ta marrim. Pra, në Parlamentin e Shqipërisë ndodhen dokumentet dhe kërkesat që tha profesori Efektu, janë në zyrtar tuaj atje. Nuk kërkojmë në atë ilustracionin që kanë bërë të tjerë. Po pakin këta persona që këtë qetë në muze, spaqit, qetë muze të Belena, 4.000 persona të nënuar. Po mos të harrojmë që kemi dhe Borretin, që kemi bukë sot, sa të urbimat, një bukë që ka 100 vjetë që qetë në burë. I pas gjëruar as doma, as gjithë, që ka qenë atërë, 5 ministra ka qenë atërë. Kërministra kanë qenë në burgën e Borretit. Kemi Shabaj, për ka shumë vende në Shqipëria që duke kaluar duke i zbehur, duke i harruar, e duke mos i prekur mëndin. Kjo e njëra është parimi vjetër që ajo që harruar atë nuk kthehet. Kjo fali keq, në qoftë se këto që harruan kthehen. Ne shpresojmë mos kthehen, por mundësi për kthyer ka ndodhur me këto që kanë ndodhur, janë rikthyer situata. Pa së spohim diskutimet prapë, thashë një herë për ilustracion, që ilustracion as ka pasas nuk më dhe që ne mund të arrijmë që ju të bani të parlamentit që mund të kemi në gjithë. Kontributi jonë është bashkëpunim ta institucion, ne kemi dokumenta, kemi dosje, kemi dana, që ne odhem në dispozicion aty në qoftë se këta arrin ta bëjnë. Jam kundër atij që mund të bëjë nervs. Të bëjmë ka 4 vjet që jam kundër kësaj ide të një çmenurit, të një shoqate që vjen nga Italia që thotë ta bëjmë aty afër rrugës nacionale që ta presim biletën atje në shtaterë e vim të shohim burgun e spat. Sa t'japet atë mund që u shashë. Dhe me thënë, ta presim biletën këvura, të këmë këvura. Por e këtua burgu i spashë. Se kjo e zhjith për një vend monsterës për me bënë burgu i spashë, për vend pushimi këtu. Pra, dhe me thënë, burgu në qëse të mendoni ta bëni kampin e spashit, i burgu e spashit, ta bëni muze kombëtar, bëni këtu. Mi lutem mund që ta bëni këtu, mos transferoni vend. Se për ndryshe bëjmë skrapara, ku të ju bëjmë. E bëjmë te Belena, e bëjmë në vendin kus s'kam pasuritë hiç me këtë punë. Por ky ka ndonjë këtë majnë. Është vici ka shumë vende në botë, ka përmia në vjetra për vende që i kanë mbajtur. Po të dirojmë pra pak që fëmijët tanë të themi, e shef ky ka qenë vendi. Se në komunikim me fatin me shkollë mesme nuk e di ai. Për shembull nga Vlora që ka pas internimin në Vlorë, jo. Palemo për Palermo në vitin farë. Pra nuk e dinë, sepse në vetë që pasën dikush. Si të të dinë ata? E shkujtur nuk gjendët, kush nuk e ato, kur do nësoj 21 apo. Pra për gjitha ato unë falenderoj, isha dhe shpresojmë që diçka të lëvizë. Gjergj, falenderoj, duhet të falenderoj të gjithë edhe për temat që ngritëm, për t'ju siguruar që së pari ne do ta bëjmë plan punët komisionit. Së dyti, ato gjëra që janë dorën tonë do t'i ndjekim e një renditi shumë mirë në 2 prej ligje, unë jam dhe firmëtare të atyre që janë në parlament, t'i renditi gjithë iniciativat që janë atje, po kjo çështje kërkon dhe vullnet politik, që është përtej një force politike dhe unë besoj që për këtë çështje ne duhet ta gjejmë. Duke qenë se ne kishim llogaritur eksaktësisht këtë orë, ku disa prej jush ndoshta mund të kenë filluar të vuajnë pak edhe vapën e mesditës këtu në këtë zonë, unë dua që ta mbyll me kryetarin e bashkisë, me 2-3 elementë që varen prej tij dhe më pas të lëvizim në 2 pika të ndryshme. Kryetar. Do të përshpallë. Përshëndetje të gjithëve, nderuar ambasador, të nderuar deputet, ambasador, të nderuar ish të përsekutuar, të dënuar. Jemi mbledhur paktën unë personalisht mund të them që nuk ka mujë që më vinë në këtë burg, ishtë burg. Në një rast me një aktivitet tjetër, në rastin tjetër me një organizat tjetër, çdo muaj vim, diskutojmë, por në fakt konkreta që është duket. Dhe fatkesisht të fanë shumë mirë si qergji si parapocit, 35 vite nuk ishë çfarë emri motivejnë që 35 vitet mos ketë një organizim, mos ishte një mbyllje të kësaj tematike. Dhe duhet flasim shërish dhe akoma nuk po dim se si do e sillet. Dhe në fakt qëmoni që si takimet më të rëndësishme personalisht që mund të marrim një rrugë sqitje, qoftë për
qetjen e eshtrave të ish qoftë të burgosurve, të atyre që